Nëse do e marrësh mandatin e deputetes, a do e lije prapë për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës? Po nuk ka nëse, sepse unë do ta marr. Partia Demokratike do të ketë në gjykimin tim, me gjithë vështirësitë që është duke kaluar, një rezultat jashtëzakonisht mirë, nëse unë do jem deputete në Parlamentin e ardhshëm. Bashkia e Tiranës nuk ka qenë as në 2023-shin, as në 2019, jo, se ne ishim fare në zgjedhje, po nuk ka qenë në ambicjet e mia, sepse unë kam qenë zëvendës kryetare e bashkia. Kur mos thuaj kur, nuk i dihet, por për mua parlamenti ka një punë me të cilën ti mund të ndihmosh shumë njerëz dhe mund të jesh shumë konkrete për shumë njerëz. Cilat janë problematikat që ke dëgjuar më së shumti gjatë këtyre ditëve të fushatës? Tani ti them me fjalë thjeshta apo me fjalë ekonomike? Se po hym në çështje shifrash si lulin, do ngecim prap. Do ngecim prap, e vërtet. Tani njerëzit thonë s'ka lek, po ikin fëmijët. Kanë frikë për fëmijët nëpër shkolla, nuk shpenzojnë dot. Pagat pothuajse nuk vlejnë fare. Arsimi është kthyer problem, sidomos droga, nënat e reja kanë problem të jashtëzakonshëm, kanë frikë sigurinë nëpër shkolla. Familjet e shtresës mesme kanë pasiguri, thonë çfarë do ndodhi nesër, janë rritur shpenzimet çdo ditë. Për mua ekonomia, arsimi janë dy fusha që shqiptarët kanë problematikë shumë të madhe. Dhe një pyetje të fundit, pse duhet ju votojnë qytetarët e Tiranës? Qytetarët e Tiranës duhet të më votojnë për shumë arsye. Askush nuk është i përkryer. Gjithë bëjmë gabime, askush nuk 100% është i kulluar. Por unë kam bërë më të mirën, kudo ku kam qenë, kam dhënë maksimumin tim, jam përpjekur që gjërat që kam marrë përsipër t'i çoj deri në fund, jam përpjekur që në gjykimin tim të mos t'i bëj keq kujt. Në Tiranë si të kemi edhe pak si shprehje, edhe si karakter tonin, mos i bin qaf, thot babim, e ka si thënjet vetën, dhe do bëj edhe maksimumin tim edhe në mandatin e ardhshëm. Të përpiqemi që të bëjmë më të mirën për qytetarët, përpiqemi të bëjmë më të mirën për përfaqësimin e Partisë Demokratike dhe të përpiqemi të bëjmë më të mirët edhe për fëmijët tanë. Unë, ti, shumë të tjerë kemi vendosur t'i rrisim fëmijët këtu. Edhe do të japim kontributin këtu, secili në mënyrën e vet.